Do kesh ndonjë bashkëpunim me ndonjë nga ish bashkëvuajtësit? Përveç këngëve që ke bërë me Eglin edhe ndoshta mund të realizohen? Besoj po jam. Ke folur me dikë? Kemi krijuar disa kontakte për të bërë disa këngë. Po sigurisht, domethënë mbasi të kemi mbaruar këto vrullin. Po, edhe tani ata kanë vrullin tani duhet i shfrytëzosh sa ish. Tash unë nuk do t'i pres vrullin askujt, do vazhdoj me vrullin tim. Me cilin ke biseduar ose keni folur për të patur diçka bashkë? Po me Tirin kam folur, domethënë sigurisht më shkon demond janë. Se keni paga shumë të njëjtin. Paga shumë të njëjtin stil muzike. Po nuk do bëjmë atë stil muzikë. Do dilin komerc. Do eksperimentoni. Po, do eksperimentojmë pak. Tek pjesa kësaj me Eglin kam disa projekte që janë të hapura. Pritet që të realizohen. Gjestin kemi krijuar diçka. Po pra sikur e lat diçka që do ta bëni. Do bënim diçka, po normalisht edhe Gjesti është goxha i impenjuar me çfarë po shoh. Është në Amerikë tani. Që kur kthehet, do kthehet në Zvicër në Gjermani. Dhe nga Zvicra në Gjermani. Sa mirë ja di ke itinerari. Po normalisht unë e di që shkon në Amerikë që akoma pa dalë nga Bigu sepse kishte filluar afishimet. Po taku në aeroport. Edhe mund të bëni aty një këngë.